Komisioni Qendror i Zgjedhjeve edhe këtë herë nuk e certifikoi listën serbe për pjesëmarrjen në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit. Vendimi i KQZ-s solli reagime të menjëhershme dhe të ashpra nga bashkësia ndërkombëtare. Ambasada amerikane në Kosovë kritikoi hapur lëvizjen vetëvendosje duke cilësuar veprimin si një pengesë për stabilitet politik në vend. Përpjekjet e vetëvendosjes për ta bllokuar certifikimin që lista serbe të marrë pjesë në zgjedhjet e Kosovës janë shkurtpamëse dhe përçarëse. Veprime të tilla minojnë stabilitetin e Kosovës dhe interesat e SBA-s. Përfshirë nisjen e dialogut ton strategjik për avancimin e mundësive për bizneset amerikane dhe kosovare. Të shqetësuar me këtë veprim janë ambasadorët e Britanisë së Madhe dhe Gjermanisë. Veprimet të tilla rrezikojnë të minojnë reputacionin e fituar me vështirësi të Kosovës, si një demokraci shumë etnike dhe të dëmtojnë marrëdhëniet me partnerët e saj të ngushtë. Procesi zgjedhor dhe përgatitje teknike për zgjedhjet duhet të jenë të lira nga manovrimet politike të aktorëve politik. Reagimi nuk mungoi as nga zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë. Politizimi i KQZ-s nga lëvizja vetëvendosje dhe partitë e tjera politike është i dëmshëm për një proces zgjedhor gjithëpërfshirës në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe raportin e misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve të BE-s. Megjithatë, deklarimet e ndërkombëtarëve nuk i komentoi kryetari vetëvendosjes, njëherësh kryeministër në detyrë Albin Kurti, por me kaq nuk do ta lë lista serbe. Kryetari i këtij subjekti tha se janë ankuar në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Pavarësisht faktit se ne kemi të drejtë të marrim pjesë në zgjedhjet parlamentare, regjimi Albin Kurti dëshiron të bëjë të pamundurën për listën serbe dhe të drejtën e popullit serb për të zgjedhur përfaqësues legjitim nga populli serb. Kjo është tashmë hera e tretë që KQZ-ja refuzon në fillim certifikimin e listës serbe, pasi kështu veproi edhe në zgjedhjet të rregullta parlamentare të 9 shkurtit dhe për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Megjithatë, drejtën për garë në zgjedhje këtij subjekti politik në 2 rastet e kaluara, ia dha paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa pasi refuzoi vendimin e KQZ-s.